Ndikimi që kanë bëjnë, sepse duket se java sjell keq kuptime, tensione në marrëdhënie personale profesionale me Mërkurin dhe afërditën e retrograd tek Peshqit, kemi eklipsin diellor tek Dashi që kërkon pastrim emocionale, ndërsa Neptuni tek Dashi sjell zgjime të reja të brendshme për gjithë. Duke pasur parasysh mënyrën dhe mundësinë dhe çështjet e rëndësishme që kanë të bëjnë në fushën e vendimeve që mund të merren dhe një kohë që tani është momenti dhe periudha që ndodhin këto është janë e mirë në fakt se na bën të ndihemi të zgjohemi dhe të lëm pas të kaluarën. Gjithmonë eklipset na japin mundësi që neve të shikojmë përpara, të kthejmë kokën pas që mos bëjmë gabime kur ecim përpara. Dhe ndryshimi më i madh që ndodh është tani, është java e fundit e muajit mars, por kot nuk thonë që shkurti ligë dhe marsi rip. Dhe ky marsi tani kot e fundit thotë që nëse nuk je gati, atëherë të gjobit. Duhet pasur kujdes sepse po përgatitemi për muajin që vjen.